ndoshta edhe pikërisht në këtë kontekst mund ta shtrojmë pyetjen sa e ka ndihmuar feja forcimin e identitetit kombëtar. Feja është një pjesë, një element përbërës i kombëve dhe ka kombe të cilat janë identifikuar plotësisht me fenë, për shembull sikur që janë hebrejt. Po tek populli jon, tek populli shqiptar, feja ka luajtur një rol të rëndësishëm, qoftë feja krishtere, qoftë feja islame, në formimin e kulturës, në formimin e trashëgimisë shpirtërore, në identifikimin e një kombi, karshi kombeve tjera, e kështu me radhë. Historianët flasin shumë për rolin e islamit që ka pas në rrugën e kombit nga asimilimi. Është përmend shpeshherë si shembull çështja e çamve, domethënë që shkaku i fesë kanë rrugë për një kohë të gjatë, domethënë edhe gjuhën edhe traditën, por edhe në pjesë saktuara të kombit tonë, domethënë mungesë të islamit janë asimilu, shqiptarët edhe nuk e flasin sot as gjuhën. E kështu me radhë, në përgjithësi në historinë e popullit shqiptar, feja ka luajtur një rol pozitiv edhe një funksion domethënë të rujtjes së qenies, se tek e fundit Islami edhe fe të tjera kanë për qëllim ta ngrisin moralin, ta ndërtojnë personalitetin, ta ruajnë njeriu edhe shoqërinë nga dukuritë negative dhe ato rrjedhimisht domethënë i shërbejnë kombit. Në luftën e fundit të Kosovës, që është një rast domethënë shumë i afërt dhe shumë i njohur për ne, feja islame, po flasim me kompetencë më të madhe në këtë aspekt, ka luajtur rolin e ngritjes vetdijes kombëtare, ka luajtur domethënë rolin e funksionalizimit dhe ngritjes së popullit karshi domethënë armikut. Jo vetëm duke e menduar domethënë se armiku i takon një feje tjetër, po më tepër për rëndësinë që ka liria për popujt, për rëndësinë që ka njeriu domethënë të jetë i lirë edhe të jetë domethënë i mvetshëm. Në luftën e fundit në Kosovë, domethënë pjesa dërmuese e hoxhallarëve kanë marrë pjesë në luftë, domethënë me armë krah dhe përmbi 30 prej hoxhallarëve kanë rënë edhe shahid. Nëse mirret në përqindje të këtij grupi ose këtij profesioni, nëse quajmë domethënë pjesën e teologëve si profesion brenda shoqërisë shqiptare, mund të them se asnjë profesion nuk ka dhënë më tepër në përqindje numër të shahidëve apo dëshmorëve edhe pjesëmarrës në luftën për çlirin e Kosovës. Kjo do të thotë se ndjenja islame dhe islami si fe i ka motivuar domethënë për ta kryer obligimin ndaj atdhejut. Thjesht dashuria ndaj atdhejut është një postulat i fesë islame. Pejgamberi alayhis salam ka shprehur këtë disa herë. Pejgamberi alayhis salam ka përmend edhe dashurinë e tij ndaj kombit vet, ndaj popullit vet, që automatikisht na sugjeron apo duhet të jetë sunet prej suneteve dashuria ndaj popullit. Domethënë ne si shqiptar duhet ta duam popullin ton, duhet ta duam atdheun ton, siç e ka dashur pejgamberi alayhis salam popullin edhe atdheun e vet.